Ndërkohë që moti gjatë ditëve të fundit është përmirësuar dhe reshjet e shiut janë ndaluar në territorin e Malësisë së Madhe, informacioni zyrtar mbi zonat e përmbytura, dëmet e shkaktuara dhe rrugët e pakalueshme vijon të mungojë. Ndryshe nga bashkitë e tjera të qarkut Shkodër të prekura nga përmbytjet, ku administrata vendore dhe vetë kryetarët e bashkive janë parë në terren duke monitoruar situatën dhe duke informuar publikun, në Malësinë e Madhe mungon çdo komunikim zyrtar nga bashkia për gjendjen reale në territor. Sipas informacioneve të mbërritura në redaksin ton nga banorët dhe burime mediatike, uji është tërhequr nga banesat e prekura dhe nga disa prej rrugëve që kishin mbetur të bllokuara. Megjithatë, dëmet infrastrukturore mbeten të konsiderueshme. Rruga Drogovojës, sipas banorëve, është shkatëruar pothuajse plotësisht nga rrjedha apo rroj, duke vështirësuar seriozisht lëvizjen dhe aksesin e zonës. Nga ana tjetër, megjithse pak ditë më parë, rreth 500 pako ushqimore kanë mbërritur në Bashkinë Malësi e Madhe nga qeveria, ende nuk ka asnjë informacion publik mbi procedurat që ndodishen për shpërndarjen e tyre dhe kategoritë përfituese. Mungesa e transparencës dhe komunikimit zyrtar nga ana e bashkisë po shton pasigurinë dhe pakënaqësinë e banorëve, të cilët presin informacion të qartë dhe veprime konkrete për situatën e krijuar nga përmbytjet.